Gjatë qëndrimit në Finland, presidentja e Kosovës takoi përfaqësuesit e rrjetet të bizneseve në këtë shtet. Ajo falenderoi diasporën për orientimin e bizneseve kah Kosova dhe ndihmën që ata japin për familjet e tyre. Nuk ka ndjenjë më të veçantë se sa kur takojmë mërgatën tonë të jashtëzakonshme, mërgatë e cila për dekada me radhë e ka dëshmuar se është shpirti dhe zemra e Kosovës. Prandaj falenderimi në fakt shkon për ju, mirënjohja në fakt shkon për ju, dhe nga thellësia e zemrës dua që në emër të secilit qytetar që e kanë ndjerë mbështetjen tuaj t'ju falenderoj, sepse ndoshta nuk e themi mjaftueshëm, por në kohët më të rënda ju u bët shtylla më e fuqishme e mbijetesës së popullit tonë. Por edhe në kohët e mira, ju u bët një arsye shtesë për festën e shtetit tonë. Qoftë në kohën kur luftonin për liri, ju latë gjithçka prapa, duke dëshmuar mbi ynë ka nevojë për ju. Edhe këtu në Finland ju vazhdoni të jeni zë i fuqishëm i mbrojtjes së interesave të vendit tonë. Jo rastisht sot në preskonferencën me presidentin e Finlandës, ai e përmendi që komuniteti ynë këtu në Finland janë ndjenjë krenarie, jo vetëm për shkak se janë integruar në mënyrë të shkëlqyeshme, por edhe për shkak të sukseseve të jashtëzakonshme që secili prej jush i keni arritur duke kontribuar kështu edhe në suksesin e vetë Finlandës. Nuk mund të gjej fjalë t'ju tregoj se sa krenar na bëni ju neve. Qoftë në botën e biznesit, nëpërmjet rrjetit bizneseve, shumë sukseseve tjera, e deri te studentët. Secili student, secila studente, por në veçanti dua t'i falenderoj gratë. Gratë të cilat janë shtyllë e fuqishme e emancipimit të vazhdueshëm të popullit tonë, duke treguar, siç e pam edhe nëpërmjet arditës, talentin e jashtëzakonshëm që ato kanë, siç e ka secili pjesëtar i mërgatës sonë. E ardhmja e Kosovës, siç e dini, nuk ndërtohet vetëm brenda kufive të saj. Sa të suksesshëm jemi ne brenda reflekton edhe jashtë. Mirë po, nuk është vetëm brenda Kosovës suksesi i saj. Ky sukses ndërtohet kudo që jetojnë dhe veprojnë mërgata jonë. Çdo suksesi juaj këtu në Finland apo gjetiu do të jetë edhe sukses i Republikës së Kosovës. Ne kemi nevojë më shumë se kurrë t'i forcojmë lidhjet tona. Kemi nevojë që edhe gjeneratat e reja, të cilët kanë lindur këtu, ta mbajnë gjuhën gjallë. Natyrisht që jemi një gjak, por gjuha është ajo që na ndihmon që gjithmonë ta mbrojmë identitetin tonë. Sepse tek e fundit jemi këmbë që ka kaluar nga një okupim në tjetrin, për shekuj me radhë, por kurrë se kemi humbur identitetin. Gjithmonë e kemi mbrojtur atë, pavarësisht luftrave gjenocidare që janë kryer kundër nesh. Po sot është koha që të ecim përpara. Gjeneratat të tëra të mërgatës dhe ata që jetojnë në Kosovë, po na bëjnë krenar me sukseset e tyre në arsim, në shkencë, në mjekësi, në teknologji, në biznes, në muzikë e artë, po i tregoni të gjithë bashkë botës se çfarë kombi jemi. Një komb që ka luftuar për vlerat mbi të cilat është ndërtuar Evropa shumë para se të krijohej Bashkimi Evropian, siç e dini edhe vetë. Por edhe sot Kosova ka nevojë për ju. Ka nevojë për ekspertizën tuaj, ka nevojë për zërin tuaj në vendimmarrje ndërkombëtare, ka nevojë për përkrahjen tuaj në proceset në për të cilat po ecim përpara. Ne po punojmë çdo ditë që Kosova ta forcojë shtetësinë e saj, që të bëhet pjesë e familjes euroatlantike dhe qytetarët të kenë një jetë të denjë brenda Republikës sonë. Por kjo rrugë nuk është e lehtë dhe kemi shumë sfida e shumë pengesa. Pikërisht për këtë arsye, bashkimi i të gjithë neve na përbën fuqinë më të madhe. S'ka forcë më të madhe se sa një popull i bashkuar rreth vlerave të përbashkëta, të lirisë, demokracisë,
pavarësisë dhe zhvillimit. Dhe ju të dashur mërgjimtar, motra e vëllezër, jeni pjesë e pandashme e këtij rrugtimi, siç keni qenë gjithmonë. Kontributi juaj është i pazavendësueshëm dhe dera jonë si presidencë do të jetë gjithnjë e hapur për secilin prej jush që këtë kontribut ta shndrojmë në sukses të Republikës sonë. Ju falenderoj edhe një herë për gjithçka që bëni. Aktivitetet diplomatike u përcëllën edhe nga ambasadorja e Kosovës në Suedi, Shkëndije Gecaj. Si ka qenë ky takim sot me presidenten e Kosovës? Kjo mbrëmje organizuar nga rrjeti bizneseve shqiptare në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës dhe shoqata tjera të diasporës. Ishte një përmbyllje mrekullueshme e vizitës presidentës, vizitës zyrtare në Finland. Domethënë gjatë ditës kishte takime dypalqe me presidentin, kryetarin e parlamentit, një ligjërat në Universitetin e Helsinkit, ministren e jashtme dhe gjithsesi qershia mbitorë ishte takimi me diasporën, sepse diaspora është një shtyllë e shtetit të Kosovës.